Dashi, sot mund të ndiheni pak të lodhur nga rutina e përditshme, por mos u shqetësoni. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të ndihmojë të zgjidhni çdo keqkuptim me partnerin. Beqarët do të kenë mundësi të njohin dikë interesant gjatë një aktiviteti social. Në punë, përpjekjet tuaja më në fund do të shpërblehen dhe mund të merrni një lajm të mirë nga e pronët. Financat janë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bëni shpenzime të panevojshme. Sot është dita ideale për të planifikuar buxhetin tuaj për muajt e ardhshëm. Mos harroni të gjeni kohë për veten, një shëtitje e shkurtër në natyrë do të ndihmojë të largoni stresin dhe të rikuperoni energjitë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Demi, dita e sotme mund të sjellë disa sfida në aspektin e punës, por mos u shqetëso. Mbani qetësinë dhe përqendrohuni në zgjidhjen e problemeve me durim. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të rindezur pasionin me partnerin tuaj. Bisedat e hapura do të jenë çelësi për të përmirësuar marrëdhënien tuaj. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, përpiquni të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjenja e pasigurisë mund të shfaqet, por është e rëndësishme të besoni në aftësitë tuaja. Gjeni pak kohë për të relaksuar dhe për të kujdesur për shëndetin tuaj mendor. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen do t'ju ndihmojë të rigjeni balancën. Kujtoni se çdo ditë sjell mundësi të reja. Binjakët, sot mund të ndiheni paksa të shpërqendruar, por përpiquni të qëndroni të fokusuar në detyrat tuaja. Në punë mund të hasni disa sfida, por mos u dorëzoni. Përpjekjet tuaja do të shpërblehen në fund. Në aspektin e financave, është koha të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet. Mund të jetë e dobishme të krijoni një buxhet të ri për të shmangur surprizat e pakëndshme. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Bëni përpjekje për të dëgjuar partnerin tuaj dhe për të ndarë ndjenjat tuaja. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Kujdesuni për veten dhe gjeni pak kohë për të relaksuar. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojnë të ndiheni më të qetë. Gaforja, sot do të ndiheni më të lidhur me partnerin tuaj dhe do të keni mundësi të ndani emocione të thella. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë mund të hasni disa sfida, por aftësitë tuaja për të zgjidhur problemet do t'ju ndihmojnë të dilni mbi to. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet, duke mos bërë investime të nxituara. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, ndaj përpiquni të merrni kohë për veten dhe të relaksoheni. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojnë të gjeni paqen e brendshme. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të dëgjoni nevojat tuaja. Luani. Në datën 28 prill 2026, do të ndiheni të përqendruar dhe të motivuar për të zgjidhur çështjet që kanë nevojë për vëmendje të menjëhershme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin tuaj mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një ambient të papritur. Në aspektin e punës, tregoni kujdes në menaxhimin e kohës tuaj për të shmangur presionin. Financat tuaja do të kërkojnë pak më shumë kujdes, kështu që shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni kohë për veten tuaj dhe për relaksim. Disa momente të qeta do t'ju ndihmojnë të rivendosni ekuilibrin tuaj të brendshëm. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mbani një rutinë të rregullt. Virgjëreshën. Në këtë ditë, energjitë planetare favorizojnë komunikimin dhe bashkëpunimin me të tjerët. Në dashuri, mund të ndiheni më të afërt me partnerin tuaj, duke ndarë mendime dhe ndjenja të thella. Për ata që janë beqar, kjo është një periudhë e mirë për të takuar dikë të veçantë. Në punë, bashkëpunimi me kolegët mund të sjellë rezultate të shkëlqyera dhe të hapë mundësi të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Gjendja emocionale është e qetë dhe e balancuar, duke ju lejuar të merrni vendime të mençura. Këshillohet të praktikoni aktivitete relaksuese për të mbajtur mendjen të freskët. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e lini pas dore ushtrimin fizik. Beshorja. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri, mund të ndiheni të tërhequr nga persona që ju ofrojnë stabilitet. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet, por është e rëndësishme të mos e teproni me detyrat. Financat mund të kërkojnë vëmendje shtesë, prandaj planifikoni me kujdes shpenzimet. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur, por një pushim i shkurtër do t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe mos nguroni të kërkoni mbështetje nga miqt. Sot është një mundësi e mirë për të krijuar balancë në jetën tuaj, prandaj merrni kohën e nevojshme për të qetësuar dhe reflektuar mbi prioritetet tuaja. Akripi.
Energjitë e sotme sjellin mundësi të reja në fushën e dashurisë. Një surprizë romantike mund të ndryshojë drejtimin e ditës suaj. Në punë, përqendrohuni tek detajet dhe mos i lini gjërat për në minutën e fundit. Financat kërkojnë kujdes dhe është koha e duhur për të rishikuar buxhetin tuaj. Për të shmangur stresin, organizoni një plan të qartë për shpenzimet e ardhshme. Emocionalisht, një ndjenjë e qetësisë do t'ju ndihmojë të merrni vendime më të mira. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të jetë shumë i dobishëm. Merrni pak kohë për veten dhe përpiquni të dëgjoni intuitën tuaj. Një bisedë me një mik të ngushtë do të jetë e mirëpritur dhe do t'ju ndihmojë të shihni gjërat nga një këndvështrim i ri. Shigjetari. Sot mund të ndiheni pak të lodhur nga rutina e përditshme, por është e rëndësishme të mbani fokusin. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja që kërkojnë vendime të shpejta. Merrni kohë për të analizuar situatën para se të veproni. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursime afatgjata. Në dashuri mund të ketë disa tensione të vogla, por dialogu i hapur do të ndihmojë në zgjidhjen e tyre. Bëni kujdes me fjalët dhe dëgjoni me vëmendje partnerin. Emocionalisht, përpiquni të mos mbingarkoheni me stresin e ditës. Një shëtitje e shkurtër ose një moment relaksi do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e brendshme. Ruani ekuilibrin midis punës dhe jetës personale. Britsjapi. Dita e sotme do të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale, por me pak durim gjithçka mund të zgjidhet. Në punë do të ndiheni të motivuar për të përmbushur detyrat dhe mund të shfaqen mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja. Financat do të jenë në një gjendje të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përpiquni të jeni të kujdesshëm me buxhetin tuaj për të shmangur surpriza të pakëndshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, prandaj merrni kohë për veten dhe praktikoni disa teknika relaksimi. Mos harroni se një ecje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të rifitoni qetësinë. Kujdesuni për veten dhe qëndroni pozitiv. Ujori. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi për të bërë përparime në punë. Një projekt i rëndësishëm mund të kërkojë vëmendje të veçantë, prandaj është mirë të përqendroheni dhe të mos shpërqendroheni. Në çështje të dashurisë, një bisedë e hapur me partnerin mund të zgjidhë keqkuptime të vogla. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një mjedis social. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, prandaj është e rëndësishme të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Peshqi. Dita e sotme sjell energji të reja në jetën tuaj të dashurisë. Nëse keni qenë të ngatëruar në çështje të zemrës, mund të prisni një qartësi të mirëpritur. Në aspektin profesional, përqendrohuni në detajet e vogla që mund të bëjnë ndryshimin. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i kujdesshëm do t'ju ndihmojë të ruani një ekuilibër të qëndrueshëm. Emocionalisht, sot mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht. Mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga ata që ju rrethojnë. Kujdesuni për veten dhe mos lejoni që ngarkesat e ditës t'ju rëndojnë. Një shëtitje e shkurtër ose një moment qetësie mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj.